Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Këto janë shenjat që trupi ju jep kur keni tension të lartë, ja si ta kuroni. Tensioni i lartë i gjakut i njohur edhe si vrasës i heshtur, shpesh nuk ka simptoma, por nëse nuk menaxhohet, mundet që të shkaktojë sulm në zemër, sëmundje të veshkave dhe goditje në tru. Disa shenja munden të ndihmojnë në diagnostikimin e tij, duke përfshirë gjakderdhje nga hunda. Një ndryshim i papritur i presionit të gjakut mundet që të shkaktojë gjakderdhje nga hundët. Nëse kjo ndodh shpesh, kërkoni kujdes mjekësor. Dhimbje koke. Dhimbja e kokës është një simptom e zakonshme e tensionit të lartë dhe kërkon vëmendje mjekësore për të përjashtuar hipertensionin. Marramendje. Disa mund të ndjehen sikur dhoma po rrotullohet pa ndonjë arsye të dukshme, por kjo mundet të jetë një shenjë e tensionit të lartë. Vështirësi në përqendrim. Problemet me përqendrimin dhe harresa mund të tregojnë për tensionin e lartë të gjakut. Ëndje. Tensioni i lartë i gjakut mund të shkaktojë ëndje në këmbë. Nëse ndodh kjo atëherë është e rëndësishme që ju të bëni një kontroll mjekësor sa më parë që të jetë e mundur. Në qoftë se ju injoroni këto shenja, munden që të rrisni në rrezikun e goditjes në tru, sëmundjeve kardiovaskulare, sulmet në zemër dhe aneurizëm arterial, si edhe dëmtimit të retinës dhe funksionit të veshkave. Gjithashtu, këtu do t'ju tregojmë edhe për ushqimet të cilat do t'ju ndihmojnë në uljen e tensionit të lartë. Shega. Shega është e pasur gjithashtu me antokianin dhe lëngu i saj redukton disa lloje të sëmundjeve të këqija, duke përfshirë këtu edhe tensionin e lartë të gjakut, si edhe ul inflamacionin. Gjithashtu mundet të përdoret si lëng apo kokrat e saj në sallatë, smoothie ose salca. Avokado. I pasur me potasium, avokado ndikon direkt në presionin e gjakut. Kështu, sipas një studimi të vitit 2023, konsumi i 5 apo më shumë herë në javë ul nivelet e hipertensionit deri në 17%, duke nxjerrë jashtë trupit sodiumin që dëmton enët e gjakut. Panxhari. I pasur me nitrate, lëngu i panxharit ndihmon në uljen e presionit të lartë të gjakut. Nitratet shndërrohen në oksid nitrati që përmirësojnë funksionet e enëve të gjakut, duke i zgjeruar ato në mënyrë që gjaku juaj të rrjedhë sa më mirë. Në këtë kategori futet spinaqi apo edhe perimet me gjethe jeshile, limonët dhe gjithashtu duhet të dini se janë të pasur me minerale dhe acid citrik. Limonët dhe lëngu i tyre, sipas studimeve, ka dalë se janë shumë të mira për të ulur hipertensionin. Çokolata e zezë, e pasur me flavonoide, ajo ndikon në uljen e tensionit të lartë. Studimet e mëvonshme kanë treguar se marrja e flavonoideve nga persona me tension të lartë ka ndikuar në uljen e presionit sistolik në gjak. Në këtë grup futet njëkohësisht edhe molla dhe për më tepër edhe lëkura e saj. Gjithashtu, duhet t'ju vinë në ndihmë edhe bajamet, ashtu sikurse arrat edhe fistikët kur konsumohen në një sasi të moderuar deri në 50 gram në ditë, i japin trupit antioksidantët e duhur, të cilët lidhen me humbjen e tensionit të gjakut dhe gjithashtu duhet të dini se edhe hudhra, nëse ju pëlqen, duhet ta dini se edhe muret e arterieve e duan ato shumë. Sipas studimeve, ka dalë që njerëzit të cilët kanë presion të ulët të gjakut ishin ata të cilët përdornin shumë hudhrën. Prandaj, nëse keni këtë qëllim, përdoreni dhe ju në dietën tuaj ushqimore. Boronicat. Ngjyra e tyre e errët është tregues që
kanë sasi të larta antioksiduesish dhe vetëm 2 orë pas konsumit të tyre, shihet rezultati në shëndetin tuaj duke ulur presionin e gjakut. Kanella. Në grupin e erëzave më të mira për të ulur tensionin e lartë janë edhe kanella, rigoni, turmeriku dhe njëkohësisht xhinxheri, të cilat mbajnë nën kontroll tensionin e gjakut për një kohë të shkurtër, dhe nga ana tjetër disa studime tregojnë se menjëherë këto mikronutrient, të cilët gjenden tek këto fruta apo erëza apo perime, ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut dhe menjëherë pas 24 orëve do të normalizohen parametrat. Kosi. Një studim i vitit 2021 ka treguar se kosi ndihmon në uljen e tensionit të lartë të gjakut pasi është i pasur me mikronutrient si kalcium, magnesium dhe potasiumi, të cilët ndikojnë drejt për drejt në uljen e rrezikut për hipertensionin. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor, në qoftë se ai nuk trajtohet ashtu siç duhet. Hipertensioni mund të transformohet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik, duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit dhe dështim të veshkave. Shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente, të cilat shpeshherë shoqërohen edhe me efekte anësore, përfshirë pagjumsinë, marramendjen apo kontraktimet të muskujve. Por ju mund të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte që i gjeni lehtë në shtëpinë tuaj, siç janë për shembull hudhra, limoni apo uthulla e mollës. Nëpërmjet kësaj video ne do t'ju prezantojmë disa receta dhe kura tërësisht natyrale, të cilat janë të jashtëzakonshme dhe efikase kundër tensionit të lartë. Kura e parë është ajo me lëng limoni, ku përbërësit janë ujë dhe një limon. Shtrydhni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe pijeni atë çdo mëngjes përpara se ju të konsumoni ushqim. Limonët kanë aftësinë që të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut, duke ulur kështu tensionin. Hudhra përmban substanca sulfuri, të cilat kanë aftësinë të ulin tensionin tuaj të gjakut dhe të largojnë po ashtu toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe të rregullojnë tensionin e gjakut duke i zgjeruar enët e tij. Ju duhet të konsumoni 2 deri në 4 thelpi hudhër të freskët në mëngjes përpara se të hani ushqim ose përpara se ju të flini. Gjithashtu mund të përdorni edhe uthull molle dhe sodë buke. Përbërësit janë ujë, një majlugë çaji me sodë buke, një lugë gjelle me uthull molle. Udhëzimet. Uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme si kaliumi, magnezi dhe njëkohësisht kalciumi. Këto minerale janë thelbësore për qarkullimin e gjakut dhe uljen e tensionit. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle, një majlugë çaji me sodë buke dhe një gotë me ujë. Konsumojeni 2 herë në ditë për të patur rezultate më të mira. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.